Ishte dhe tifozi flakti kombëtarës shqiptare. Lirak, edhe tifozi flakti kombëtarës Shqipërisë. Po, gjithmonë. Gjithmonë. Natyrisht edhe përkraj edhe Kosovën, pa dyshim që e përkraj, se është ekipi jonë, unë jam i thtar i një kombëtare, me qenë sepse jemi një kamp, edhe unë jam i thtar i qenit një shtet, i përbasht, një federat shqiptare, kisha pas dëshirë me qenë edhe një kombëtare e përbasht. Ti qënë këse unë si profa, ne kemi të njëjtin mendim. Për profën e di sigurisht, se kemi bisedu shumë herë për këtë temë, po do më thonë, kjo nuk i bjenë që i jam se shpesh këtë që interpretohet kjo punë që i je kunder Kosovës, as pak, këta e në djemë tonë, këta e në shqiptarë tonë, këta e në njerë që po luftojnë, po thëmë me sfartë për ambasador të vendit tonë dhe asë njëherë nuk jam, jo që s'jam, po jem pra tyre, s'ka diskutim për atë punë. Okej, Geri Linek.